Trump vendos ultimatumin, Zelenski, lufta duhet përfundojë deri në qershor. Shtetet e Bashkuara i ka dhënë Ukrainës dhe Rusisë një ultimatum deri në qershor për të arritur një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës që ka zgjatur pothuajse 4 vjet, deklaroi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski para gazetarëve. Ai shtoi se nëse afati nuk respektohet deri në qershor, qeveria e Trumpit pritet të ushtrojë presion mbi të dyja palët. Amerikanët propozojnë që palët përfundojnë luftën deri në fillim të kësaj vere dhe ata ndoshta do t'i ushtrojnë palëve presion pikërisht sipas këtij kalendari, tha Zelenski të premten. Fjalët e tij ishin nën embargo deri të shtunë në mëngjes dhe ata thanë se duan ta mbyllin gjithçka deri në qershor dhe ata po bëjnë gjithçka për t'i dhënë fund luftës dhe se ata duan një kalendar të qartë për të gjithë ngjarjet. Ai tha se Shtetet e Bashkuara kishte propozuar që raundi tjetër i bisedimeve trilaterale të mbahet javën e parë e ardhshme në Shtetet e Bashkuara shumë gjasa në Miami. Ne kemi konfirmuar pjesëmarrjen tonë, shtoi Zelenski. Afati i fundit vjen pas bisedimeve trilaterale të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara në Abu Dhabi, të cilat nuk sollën përparim.